Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës është duke vijuar punën për pastrimin e kanaleve kullues përgjatë tokave bujqësore. Aktualisht po punohet në tokat bujqësore të fshatit Qatrom dhe deri në këto momente janë pastruar rreth 7 kilometër kanale kullues. Ndërhyrjet janë kryer në këtë zonë prej 5 ditësh dhe do të vijojnë deri në pastrimin e plotë të tyre, në mënyrë që të jenë në funksion të fermerëve për të vaditur tokat bujqësore. Sipas fermerëve të zonës, është kryer një punë e mirë dhe nuk kanë pasur probleme sa i takon procesit të vaditjes. Në këtë zonë, fermerët kultivojnë kryesisht elbin, grurin, misrin, rruf frutor dhe bim medicinale. Çfarë keni mbjellë në tokat bujqësore? Grur, elb, misër, atëra, moll, qeshi. Sa është sipërfaqja që keni mbjellë? Unë kam 152 lyp. Sa shërben pastrimi i këtyre kanaleve si fermer, duke qenë se keni goxha kultura? Po, kanalet janë pastruar, uji vjen. Ka pasur problematika sa i takon kullimit të tokave në dimër? Keni patur problem? Jo, jemi pastruara kanalet. Gjithmonë janë pastruar her pas here, nuk ka pas? Vita da vinë. Burime në ndërmarrjen e shërbimeve publike bëjnë me dije se deri tani në tokat bujqësore të Bashkisë Korçë janë pastruar 28 kilometër kanale kullues dhe 9 kilometër kanale vaditës. Gjithashtu përgjatë tokave janë vendosur dhe 196 tombino që shërbejnë dhe si ura kalimi për fermerët.